Vota është e vetmja mundësi që njerëzit zakonshëm kanë për të vendosur si duan të ndryshojë vendi ku ata jetojnë dhe çfarë duan ata që të kenë. Dhe faktikisht, nëse ka një vend në Shqipëri ku realiteti është një libër që mund të shpjegoj kapitull për kapitull, që nga infrastruktura, tek arsimi, tek shërbimet, tek pasërtia, tek gjelbrimi, ndriçimi e kështu me radhë, është pikërisht kamza për të parë se si duke ja ngarkuar detyrën një njeriu të duhur, bëhet e mundur që shumë gjëra të duhura që nuk kanë ndodhur më parë të ndodhin dhe të bëhen realitet.